Përshëndetje të nderuar miq. Ja ku po ritakohemi këtë herë me historinë e radhës, një histori shumë e ndjeshme, një histori shumë e dhimbshme. Do të flasim për një nënë e cila nga detyrimet e jetës është dashur që të heqë dorë nga vajza që ka lindur, do të thonë ka qenë e martuar një herë dhe ka lindur një vajzë. Është martuar së dyti me pretendimin që bashkëshorti i saj do ta gjente vajzën dhe do t'ja pranonte. Por kërcënimet në jetë kanë ardhur dhe kjo nënë nuk ka mundur dot që të realizon ëndrrën e saj, të takon të bien e saj. Ka net që nuk fle. Jo sepse kam frikë nga errësira, por sepse errësira më flet. Më sjell para syve një fytyrë që nuk e kam parë kurrë që të rritet. Një fytyrë që e mbaj mend vetëm foshnjë, me duar të vogla dhe me frymëmarrje të lehtë mbi kraharorin tim. Është fytyra e vajzës sime. Vajza që linda, vajza që lash, vajza që sot në fakt nuk e di se ku është. Jam 65 vjeçe. Kam jetuar një jetë që nga jashtë në fakt duket e rregullt, e qetë, pa zhurmë. Jam martuar, kam ngrënë bukë në tryeza familjare. Kam buzëqeshur në festa, e kam qeshur në rast të gëzimi. Por askush nuk e di se brenda meje jeton një histori që nuk e kam treguar kurrë, në asnjë moment. Një histori që më ka djegur shpirtin ngadalë, pa më vrarë, por pa më lënë të jetoj e plot. Vajza ime erdhi në këtë botë në një kohë kur unë vetë isha ende fëmijë në shpirt. Isha e re, e martuar pa dashuri të vërtetë. Më shumë nga frika se nga dëshira. Martesa ime e parë nuk zgjati shumë. Nuk kishte dhunë, nuk kishte britma të mëdha. Kishte heshtje, ftohtësi, mungesë e përkrahje. Kur u ndam, unë beta vetë me një fëmijë në krah dhe me një botë që në fakt më mbylli dyert. Prindërit e mi nuk më pranuan. Për ta, unë nuk isha më vajza e tyre. Ndarja ime ishte njollë, turp edhe faj. Nuk interesonte që unë në fakt isha nënë. Nuk interesonte që unë kisha nevojë për stre, për një fjalë të ngrohtë, për një dorë që të më mbante shumë. Më lanë jashtë, dhe ajo ditë më mësoi se ndonjëherë familja është plagë më e thellë se armiku. Burri im e mori vajzën, ai kishte shtëpi, kishte emër, kishte mbështetje, ndërsa unë nuk kisha asnjë gjë, as punë, as para e as çati. Vetëm një trup të lodhur dhe një zemër që rrihte për një fëmijë. Dita që unë ndava prej saj ishte dita që unë pushova së qenuri e njëjta grua. E mbaj mend atë mëngjes. I kisha rregulluar rrobat, i kisha përkëdhelur flokët, i kisha puthur ballin. Ndërsa ajo flinte. Nuk e dija nëse ishte mirë ta zgjoja apo të lija që të flinte. Ula pranë saj dhe qava pa zë. Lotët më binin mbi duar. I thash në heshtje se mami e donte, se mami nuk po ikte sepse nuk e donte, por sepse nuk kishte se ku të qëndronte.
Kur dola nga ajo derë nuk u ktheva pas. Jo sepse nuk doja, por sepse nëse do të kthehesha, nuk do të kisha forcën të largohesha më. Që nga ajo ditë, çdo hap që kam bërë, ka qenë me një boshllëk brenda meje. Kaluan vite. Vajza ime u rit diku larg meje. Unë u rita në mungesën e saj. Çdo ditëlindje që kalonte unë e numëroja në mendje. Sot bën 5. Sot bën 10. Sot bën 18. Çdo moshë ishte një plagë e re. Çdo vit ishte një pyetje pa përgjigje. U martova sërish. Jeta vazhdoi siç vazhdon gjithmonë edhe kur ne jemi të thyer. Burimi i dytë nuk e di këtë histori, nuk e di që unë kam një vajzë diku në botë. Nuk e di që ndonjëherë kur jam e heshtur, nuk jam e mërzitur me të, por jam duke fol me vajzën time në mendje. Nuk e di sepse nuk kam heshtur gjithmonë. Burimi i parë më bëri presion, më tha të mos të flisja. Më tha se vajza kishte jetën e saj, se unë nuk duhej që të shfaqesha. Më trëmbi me fjalë, me heshtje dhe me ndalim. Dhe unë e pranova këtë dënim sepse isha e lodhur, sepse isha vetëm, sepse kisha frikën. Sot pas kaq shumë vitesh zemra më digjet fort se kur. Jo sepse dhimbja u rit, por sepse koha po mbaron. Nuk jam më e re. Nuk disa vite më kanë mbetur. Dhe frika më e madhe në fakt nuk është vdekja. Frika më e madhe është vdes pa e ditur se ku është i me bi. Pa e ditur nëse ajo është e lumtur dhe pa e ditur nëse më uren. Nuk e kërkoj dot, nuk di nga t'ja nis, kam frikën nga refuzimi, kam frikën nga sytë e saj, kam frikën nga fjala pse, sepse nuk ka përgjigje që e shëron atë plak. Kam vetëm një të vërtet, unë nuk e lash sepse nuk e desha, unë e lash sepse nuk pata forcën që ta mbaja. Kjo është historia ime. Një histori pa zë, pa dëshmitar, një rrëfim që e mbajta të mbyllur për 65 vite. Një nën që jetoi gjithë jetën me një pjesë të zemrës jashtë trupit saj. Nëse vajza ime sot do të më dëgjonte, apo të dëgjonte ndonjëherë këtë rrëfim, do t'i thosha vetëm kaq. Mami yt ka jetuar çdo ditë duke kërkuar në heshtje. Edhe sot zemra ime të njeh, edhe pa të parë asnjëherë.